thot, a është ndalume mbytja e bobrecave që rrinë në shtëpi gjatë verës? Bismillahirrahmanirrahim. Çdo krijesë e Zotit e cila ka shpirt, mbytja e saj, zhdukja e saj, likuidimi i saj pa arsye, pa shkak, është gjunah, është mëkat. Pavarësisht cilët lloj të krijesave të Zotit ta kanë, shtazve, shpezve, insekteve, zvarricave, cilët do lloj krijesave i takon. Ne jemi të lejuar, apo na është lejuar, apo bën përjashtim prej këtij rregulle të përgjithshëm, mbytja e shtazve, shpezve, insekteve të dëmshme, të cilat të bëjnë dëm në pasurinë tënde, shtëpinë tënde, trupin tënd. Sepse ato mund bëjnë dëm edhe në mal. Po nuk jeti urdhëruar me shku me myt atje. Për shembull, arusha, uki, shtastegre, njëna tjetrin, i bëjnë dëm njëna tjetrës, por ne nuk i kemi të lejuar me shku me mbyt ato, pse ajo po bën dëm? Pse është agresive? Por kur të bën dëm ty, ose familjen tënde, ose lagjen tënde, ose shtëpinë tënde, në këtë rast në shtëpi si puna e insekteve, në kësa raste lejohet likuidimi, mbytja e tyre në shtëpi, sepse ato nuk ka mundësi me largu ndryshe. Por kjo nuk do të thotë që është e lejuar me mbyt në fush natyrë kur i sheh bobrecat në shtëpijat e veta, në fshatrat e veta, të fshatra, të vendbanimet tyre janë. Është ndaluar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet ka ndaluar që të likuidohet ndonjë krijesë e Zotit, ndonjë specie, po i thojnë tash, krijesave të Zotit, një lloj. Jo. Ka një urtësi që Zoti e ka falë, pastaj ato kanë shpirt. Që thash, përjashtim bojnë, nëse të bojnë dëm. Për ata, ka ndaluar i bekuar alayhi salatu wassalam me marrë ndonjë shtaz, shpez, e me zgjidhesh me provu veten se ai i sakt, për shembull, sorra, qafka, zogi, pllumi, çan ku të vraj. E mirë, apo përfiton për sajna për mërëve hangër, nëse është që hati, jo valla, veç për këtyri sa jem i sakt, kjo është haram, gjinah është kjo punë. Pra në shpi lejohet.